Oaza e heshtur. Në katin e 7, ku dritat janë të buta dhe ajri mbushur me parfum lavanda, unë jam Ana. Nuk është emri im i vërtet, por është emri që më kanë dhënë këtu në Oazën, qendra më ekskluzive e masazhit në qytet. Kur thonë punojse seksi, në profilin tim të punës nuk e kuptojnë. Ata duan të thonë punojse e masazheve terapeutike, por në sistemin e pagave, në kategorizimin burokratik, kjo është vendi ku më kanë futur. Unë, një grua, 50 vjeç, me flokë të përlyer, me argjend dhe duar që kanë përkëdhelur 10 mijëra muskuj të tendosur. Sot takimi i parë është me një burr të ri, ndoshta 30 vjeç. Ai hyn në dhomë me një nervozizëm të dukshëm. Të gjithë ata të rinjt janë të njëjtë. Ata kanë shikuar filma, lexuar artikuj dhe kanë imagjinuar diçka tjetër. Më shikon me një pyetje në syt. Çfarë bën kjo zonjë më shuar këtu? Uluni këtu, zotëri, i them me zë të qetë, duke treguar koltukun. Për çfarë ankie muskulore keni nevojë për ndihmë sot? Ai bën ballë. Jam shumë i tendosur në shpinë, thot. Nga mënyra se si flet e kuptoj. Tendosja e tij nuk është fizike, është psikologjike. E ka gabim vendin. Filloi punën. Vajrat esenciale të mentës dhe ekualiptit hapen në dhomë. Duart e mia me gishtat e gjatë dhe të fortë fillojnë të punojnë në shpatullët e tij. Jam në punëtime për 40 vjet. Kam punuar si infermiere për 20 vjet, pastaj si fizioterapiste. Duart e mia e kanë ndier çdo lloj muskulature. Atletësh pas lëndimeve, plejsh pas operacioneve, nënash pas shtanzanis, punëtorësh pas një jave pune. Këtu keni një ny, them duke u përqendruar në një zonë të vogël mbi shpatullën e tij. Kjo është nga stresi. E bani trupin si një ushtar në luftë. Ai thërime. Si e dini? Sepse i shoh këto nyja, përgjigjem. Jam në gjuhën time, më tregojnë historitë. Puna vazhdon në heshtje. Ndjej se trupi i tij fillon të dorëzohet, të lëshoj. Është ky moment që më bën të qëndroj në këtë punë. Ky kalim nga rezistenca në dorëzim. Nuk ka asnjë seksuale në të. Është shumë më intime se ajo, është besim, është lëshim. Ju keni duar magjike, thot ai në fund kur ai ngrihet. Tingulli në zërin e tij është ndryshe, respekt, jo ankth. Ma keni çliruar nga një dhimbje që kam pasur për muaj. Kjo është puna ime vërtet. Unë jam qelsare e trupave të bllokuar. Shërohesha e heshtjes së mbajtur në muskuj. Takimi i dytë është me një klient të rregullt, zoti Nikola, një bankier në moshën time, me stresin e të gjithë botës në qafë. Ai vjen çdo 2 javë. Ne nuk flasim shumë. Ai fle gjatë masazhit. Një herë më tha: "Këtu është i vetmi vend ku nuk më kërkohet asgjë, asnjë vendim, asnjë përgjigje, asnjë para, vetëm të lëshohem. Unë jam oaza e tij. Nuk është seks, është strehim." Në drek, në dhomën e pushimit të vogël, kolegët e mi të rinj, disa 40 vjeçar, disa edhe më të rinj, flasin për klientët e tyre. Ata përdorin fjalë si paket, oferta, klient i vlefshëm. Unë qëndroj jashtë kësaj bisede. Unë nuk shikoj trupat si produkte. Unë shikoj si harta të stresit, si biografi të dhimbjes. Drejtoresha, një grua e re, e paturshme, thërret në zyrën e saj. Ana, të kam vënë re që keni më shumë klient të rregull se çdo kusht tjetër. Çfarë sekreti keni? Nuk është sekret, dua t'i them. Është vetëm përvoja. Di nga vjetërsia se çdo trup ka një histori dhe nëse e dëgjon historinë, trupi do t'i përgjigjet. Unë i shërbej me respekt, them në fund. Mirë. Ajo buzëqesh, duke më shikuar mbi syzet, por mos haro. Këtu shesim relaksim, klientët duan të ndihen të dëshiruar. Kjo fjalë dëshiruar mbetet pezull në ajër. Unë nuk i bëj njerëzit të ndihen të dëshiruar. Unë i bëj të ndihen të pranishëm. Ka një ndryshim të madh. Pasdite, takimi i fundit është me një grua. Ajo është e rrallë, vetëm 20% e klientëve janë gra. Ajo është 45 vjeç, me muskuj të tendosur nga ushtrimet në palestër. Kur ajo shtrihet, sheh fotografinë e vogël që kam në raftin tim.
Unë me vajzën time, tashmë të rritur dhe nipin tim. A, është nipi juaj? Pyet. Po, përgjigje me krenari, 8 vjeç. Ju dukeni si një nënë e mrekullueshme, thot ajo. Në atë moment, diçka ndryshon në ajër. Ai muri i padukshëm që ndan punonjësin e seksit nga gruan dhe nënën shembet. Ajo më shikon jo si një shërbërim, por si një person. Gjatë masazhit ajo fillon të qaj, jo me zë të lartë, por lotë e heshtur që rrjedhin në jastëk. Nuk e ndaloi, vazhdoi të punojë. Ndonjëherë trupit i duhet që të qajë, sa i duhet muskujve të lirohen. Ju jeni e para person që më prek me kujdes që kur nëna ime vdiq, thot ajo në fund, prekja duhet jetë një dhuratë, them. Kur të gjithë klientët largohen dhe ne përgatitemi për të mbyllur, një nga koleget e mia të rej, Marko, më thot: Ana, ti nuk i mban ritmet, ti duhet të bësh ata të ndihen më të rinj, më seksi. Unë i shikoj atë, ky djalosh i bukur, 30 vjeçar, që mendon se seksualiteti është çelësi për çdo derë. Djema, i thet mbut, kur të arrish në moshën time, do të kuptosh se lloj-lloj ka dëshira. Dhe më e thellë prej tyre nuk është të ndihesh i dëshiruar, është të ndihesh i kuptuar. Ai nuk e kupton. Shpresoj që një ditë do ta kuptoj. Në shtëpi, vajza ime më telefonon. Si ishte dita jote sot, nën, pyet. E mirë, i them. Sot i ndihmova disa njerëz të gjejnë paqen në trupat e tyre. Ajo hesht për një moment. Ti e bën punën tënde me shpirt. E di që njerëzit nuk e kuptojnë gjithmonë? Është në rregull, them. Unë e kuptoj. Kur vesh këpucët e mia të rehatshme dhe ulem në kotukun tim të vjetër, i lodhur fizikisht por i kënaqur, shpirtërisht mendoj për etikën. Punonjëse seksi. E gabuar. Unë jam mjeke e trupave të lodhur, shëruese e prekjes së humbur, mbrojtëse e shenjtërisë së prekjes. Në moshën 50 vjeç kam mësuar këtë. Trupi njerëzor nuk kërkon vetëm kënaqësi. Ai kërkon prani, ai kërkon të pranohet, ai kërkon të preket, jo si një objekt, por si një territor të gjallë të historisë dhe emocioneve. Dhe kështu, nesër, unë do të kthehem në oazën time, jo si një punonjëse seksi, por si një udhërëfyese në përhartat e trupave, si një përkthyesi gjuhës së muskujve, si një grua që e di se prekja me e fuqishme nuk është ajo që ngacmon, por ajo që shëron. Sepse në fund të ditës, ne të gjithë kemi trupa që mbajnë shëmbëtyrat tona dhe dikush duhet t'i ndihmojë ata të shpëtojnë nga pesha.